për gjykimin e shoqërisë, tani po flisim, nuk duhet gjykuar, nuk duhet gjykuar. Po mami thot mos e thuj. Mos e thuj. Në Shqipërinë e kemi pak të vështirë ta pranojmë, edhe pse unë tash është shumë e rëndësishme që t'i frymëzojmë njerëzit, edhe unë prandaj dua këtu në Mamshën të flasim shumë për eksperiencën tonë të vërtet, sepse është shumë e rëndësishme ta themi dhe prind nuk është vetëm nëna, është babai dhe duhet të jetë full force me gjithë forcën e vet, edhe babai, domethënë nuk ka rëndësi, domethënë se të dy bashkë e bëjnë në fund fare. Dhe duhen influencat e të dy prindërve. Mamaja jep diçka. Do të thënë ke mamat forta, të buta, baballat fort but. Po gjithsesi janë dy të kundërt, si thua, ose kanë edhe për afërt, por janë kundërt. Dhe fëmia kërkon nga të dy. Unë për shkakun mund ta maj vajzën pandorën, kam pas sjell 2 muaj në Tiranë, e masha vet, kupton? U kënaqte me mua, unë ja di si thush, tekat, di si ta vën gjuhën, çfarë do haj etj. Por normale, pastaj mungote butësia, unë jam jo i rrept, po unë kam rregulla.